Kosova ndodhet në një situatë ndërlikuar politike pas përfundimit të mandatit të presidentes Vjosa Osmani, ndërsa përpjekjet për të zgjedhur pasuesin e saj vijojnë pa rezultat. Në këtë kuadër, kryeministri Albin Kurti zhvilloi një takim me liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, për të diskutuar mundësitë e zgjidhjes së krizës. Pas përfundimit të mandatit më 4 prill, detyrën e presidentit e ka marrë përkohësisht kryetarja e kuvendit, Albulena Haxhiu, sipas parashikimeve kushtetuese. Megjithatë, partitë politike nuk kanë arritur të bien dakord për një kandidat të përbashkët. Edhe pse lëvizja vetëvendosje e Kurtit ka shumicën në kuvend me 57 deputet, kjo nuk mjafton për zgjedhjen e presidentit, pasi kërkohen të paktën 80 vota. Në javët e fundit janë bërë disa përpjekje për të gjetur një zgjidhje. Në mars, vetëvendosje propozoi 2 kandidat për postin e presidentit, por procesi të shtoi për shkak të mungesës së kuorumit. Ndërkohë, ish presidentja Vjosa Osmani tentoi të shpërndajë kuvendin përmes një dekreti, por kjo u kundërshtua nga vetëvendosje dhe më pas u rrëzua nga gjykata kushtetuese, e cila e konsideroi pa efekt juridik. Gjykata ka vendosur 28 prillin si afatin e fundit për zgjedhjen e presidentit. Nëse deri atëherë nuk arrihet një marrëveshje, vendi do të shkojë në zgjedhje të reja brenda 45 ditësh. Pavarësisht thirrjeve për bashkëpunim nga qeveria, deri tani nuk ka pasur përparim konkret, ndërsa negociatat politike pritet të vazhdojnë në ditët në vijim.